Një lidhje tjetër direkte, ku do të realizojmë së bashku me analistin politik, komendatorin Gjavit Drenori. Drenori, faleminderit shumë që je bashkë me ne sot. Përshëndetje, Perdita. Si e pat, cilat janë pritjet, në vakt, si e pat ftesën nga presidentja për krerët e partive politike, si dhe çfarë prisni nga ky takim? Pa dyshim që jemi gëzu ftesës, në fakt ka qenë një lloj blokade, edhe pse ne kemi qujtë edhe në studio sa kemi qenë me juve pa nevojshme, por prapse ajo ndodhte dhe duhet dilte diçka e re, e cila do të provonte të jepte kohje zgjidhjes së këtij ngërçi dhe kush është më i përshtatshëm dhe më i thirrur me Kushtetutën e Republikës së Kosovës më tepër se presidenti ose presidentja e vendit, këtë rast presidentja. Prandaj besoj që ka qenë hap i nevojshëm, i domosdoshëm, ndoshta pak e zivonum në një javë, po fundit më mirë vonë se kur. Rezultatet e këtij ndoshta nuk mund t'i presim sot, por unë besoj që edhe prononcimi i zonjës presidente dje, e cila tha që do të ketë një sër takimesh, jo do të jetë një takim, por një sër takimesh me gjas janë të përgatitur për një lloj maratone, ndoshta bisedimesh, negociatash që do të gjendet një zgjidhje, e cila zgjidhje për mendimin tim është do të jetë produkti një konsenzusi politik dhe dalim nga këtë situatë që kemi rreshtitur fatkeqësisht që duket e pa kry. Drenori, më 15 prill filloi edhe seanca e parë e konstituimit të kuvendit.